që kemi Shqipe, për mos të bërë asin postim, like dhe subscribe kanalit. Faleminderit. Përshëndetje miq, është një video e bërë në orë të vonë, ka pak që kam dal nga komisariati i Marës, ku kam shkuar për të bërë një kallëzim, sepse jam kërcënuar për jetën time. Nuk di nga t'ja nis, por një telefonat e bërë si me stil, si me lezet, që kishte tone kërcënuese, nëse unë përmendja Linda Ramën e herë tjetër, punët do të shikonin se ç'a do më bënin. Ishin kushurinë e Linda Ramës, njerëzit e saj, nuk di, nuk mund ta akuzoj, sepse nuk kam fakte për këtë gjë, kështu u paraqitën, sikur ishte kushuriri i saj, tha e kam gocalli Linda Ramën, dhe mbasi bëri një përshkrim që pse e kam quajtur në përk Linda Ramën dhe pse e kam bezdisur, më tha nëse ti provon tha të bësh edhe një video një herë tjetër, do të shikojmë e do flasim ndryshe. Më tha dhe gjëra të tjera që i paraqita në kallëzimin tim në policin, në komisariatin e Imarës. Duhet falenderoj personelin e komisariatit e Imarës për profesionalizmin dhe për mënyrën se mendova që nuk do arrinin fare të më merrin as kallëzim, as gjë, dhe duhet kem një falënderim të veçantë për të gjithë OPG-t dhe njerëzit e tjerë, punonjësit e tjerë që u ndodhen atje dhe që e morën deklaratën dhe kallëzimin tim. Unë ndihemi kërcënuar me jetë sepse këto gjëra nuk janë shaka. Ndihem shumë i friksuar nga një telefonat e tillë, nga një person që dikur e kam parë dhe e di që është me një rrezikshmëri më zhdukur, me rrezikshmëri të lartë shoqërore, dhe nuk dua tani të them dhe gjëra të tjera, i cili më kërcënoi që se si çfarë do më ndodhte nëse unë do përmendja prapë në një video Linda Ramën. Kjo është situata, këto ndodhi në Shqipëri. I thash të jap fjalën që nuk do them më që Linda Rama është një nepërk, nuk do ta them më kurrë. Dhe tha provo dhe ta thuash edhe një herë se me të mirë po ta them kësaj radhe, po herës tjetër tha e di veti se si do ta them. Jemi në një situatë tillë kur mendoj që kushuriri im, gjyqtari Skerdilajt Konomi, para disa vitesh gjyqtar në gjykatën e Vlorës është hedhur në erë dhe është vrarë në mënyrë më makabre. Mendoj për sigurinë time. Jam në dorë të shtetit, jam në dorë të Zotit. Besoj, thash, përgëzoj gjithë policinë e Imarës, nga shefi krimeve dhe OPG-t për profesionalizmin që treguan, dhe mendoj kaq për këtë video sepse me të vërtetë është shumë e rëndë kur ti mendon dhe dëgjon ato gjëra edhe